madhe për Shqipërinë, për sa kohë që në bankën e të akuzuarve, po sikur nuk... Më nga një për shtëpi, atëherë po Klodi. Atëherë, ju tha që është një ditë e madhe për Shqipërinë, për sa kohë që në bankën e të akuzuarve është Sali Berisha. A ndanit vitin qëtërim në kohën kur vjen Erion Velia e Belinda Balluku, pra ato që janë të ngjashme këtu? Atëherë, po e them unë, që nga viti 1912, kur shqiptarët bën shtetën e tyre të parë, Shqipëria nuk ka qenë kurrë më afër Europës se sa është sot. Dhe arsyeja pse jemi shumë më afër Europës është reforma në drejtësi, e cila ka rikthyer besimin tek drejtësia, një besim që nuk ka qenë asnjëherë. Dhe se rruga jonë e Belinda Ballukut dhe keni marrë kritika për këtë. Më lejo t'ju garantoj se Shqipëria nuk është kurrë më afër se Bashkimit Evropian, se instruksionet e Bashkimit Evropian konfirmojnë dita ditës që Shqipëria po bën hapa të lavdrueshëm dhe t'ju konfirmoj se pritshmëria jonë që brenda vitit 2027 të mbyllim negociatat dhe brenda vitit 2030 në oborrin e Bashkimit Evropian të ngrem flamurin kurgjezi është e vërtetë. Tani më prisni deri në kohë ke një koment. Më pyeti zoti Rusta diçka. Ai qëndroi kallëzimit tim se kjo ju intereson sot. Karuar i rrem zoti Balla. Strasburgu është shprehur për zvarritje 8 vite procesi. Po mirë, ti e pas Ti e pas ke fation, ti e pas ke me për shkak detyrës. Atëherë që ta dishni. Edhe ju për shkak detyrës. Që ta dishni. Ta që i ke bankë akuzuarve më kanë kallëzuar mua për shpifje në vitin 2012. Pyti si e kanë fituar. Lutem. Nuk pyti. Tani, lemët që ke këto kushtetuese ti le. Tani një gjë është e sigurt. Këti kallëzimi tu e kam sjellë në vete, i qëndroj fjalë për fjalë. Ky është rasti tipik i korrupsionit të zyrtarëve